ata që na ndjekin. Praktikisht sot kemi një tregues që kur investimin e bën një qeveri tjetër, një qeveri e huaj, për një objekt kulti, siç është xhamia Plumbit, ti arrin ta bash xhamin të thatë edhe ku Shkodra përmbytet, siç është rasti sot, që po shkarkohet. Ndërkohë, kur qeveria shqiptare dhe hajdutët e Edi Ramës, këto Kovaçat e Durrësit, këto 5D-t e Tiranës, ato hajdutët e Gjirokastrës, e sa tjera, pra, si më thënë, kur i bën këta pastaj këtu përmbytet, sot kemi arritur në ditën kur mbas 3 mandatesh të Edi Ramës qeverisje dhe mandatin e 4 që sapo ka nisur, këta arritën të përmbytin edhe Gjirokastrën. Ta përmbytin. Kjo është arritje blegje. Kjo është arritje, pse është e lehtë ta bësh këtë gjë. Të përmbysësh Gjirokastrën, si më thënë, është një vepër e mirë fillt inxhenerike. Pra vetëm këta mund të arrijnë ta përmbysë. Pra ti mund të ndërtosh një hidrovor mbi nivelin e detit, po ndërkohë mund të shkosh edhe të përmbytësh Gjirokastrën. Pse është përmbytur Gjirokastra? Se vërtet ne kemi hedhur atë rilindjen urbane dhe rilindjen e Gjirokastrës, po kemi harruar të bëjmë Gjirokastrës ca tuba nga poshtë në rast se ndodhin këto lloj situatash.